Mirë dita vlezër, mirë dita motra, Zotit ju bekoj. Jemi prapë sot të bashkë me këto takime të radhës. Edhe sot kemi një mesazh tjetër. Do flasim fakt për çfarë arsye shumë persona nuk luten. Kështu që të gjejmë arsyeën sot pse shumë persona nuk luten. Nuk tham shumë, po disa nuk luten, kështu që e dim. Dhe do shikojmë sot pra pse disa persona nuk luten, megjithëse bëjmë një lutje si gjithmonë i japim misardhës frymëzhet dhe pastaj që të fillojmë edhe me këtë mesazhin e ri. Aleluja. O atë Perëndi, të falenderojmë Zot. Falenderojmë atë Perëndi i qiellit të tokës, Perëndi i universit. Falenderoj që e ke bërë jetën time jetë lutje, Zot, sepse këtu është fitoria, Zot. Kur jeta jonë bëhet një jetë dorëzimi, një jetë lutje. Perëndi, të falenderoj që ndryshove zemrën time nga një zemër që ishte lidhur me botën në një zemër, Zot, që të kërkoj ty në lutje. Perëndi, u lutem për të gjithë to vëllezër motra që po dëgjojnë që edhe zemrat e tyre të bëhen zemra lutëse, Perëndi. Unë atë falenderoj si gjithmonë ty për këtë mesazh, për këtë mundësi, për këtë ditë mrekullueshme. Falenderoj ty për besnikrinë tënde, për hirin tënd, për mbi gjithë japim misardhjes frymës shenjtë, sa ajo që të mrekullueshme që të vit, na mbulojt, na udhëheqi sot në këtë mesazh. Na beko Zot, flit ti Perëndi i fuqishëm, bo që ti jesh ti që të flasësh në këtë mesazh, Zot. Të na bekosh mu dhe gjithë vëllezërit dhe motrat, kudo që t'jenë që po shikojnë apo dëgjojnë, Zot, në emër të Krishtit Jezus, që beku qoftë gjithë në vet. Amen. Okej, sot pra shohim pse disa persona nuk luten, okej? Me këtë mesazh fakt do shikojmë pikërisht tepra motivin që disa persona nuk luten, dhe ne na duhet bëjmë çik si shumë kujdes në këto gjëra pra në jetën tonë që do shikojmë sot, pra sepse në qoftë se këto kam gjetë një, mu themi, një 6, si mu themi, motive pse njerëzit nuk luten, edhe në qoftë se të paktën një nga këto 6 gjëra ekziston në jetën tonë, atëherë na duhet tani që të lutemi që këto t'i largojmë nga jeta jonë. Okej, kështu që fillojmë ke para. Shkojmë lexojmë pak herë ke Jobi 15. Marrim sa 1-2 vargje ke Jobi. E para është ke Jobi 15 vargu 4. Jobi 15 vargu 4 thot: Po, ti heq mëshirën dhe eliminon lutjen përpara Perëndis. E keni lexuar në këtë varg? Pra, kur një person nuk i friksohet më Perëndis, ai person që nuk i friksohet më Perëndis, ai person ndalon së luturi. Pra, nuk lutet më. Te ky varg mungojnë fjalët fakt, se këtu nga origjinali thot shkatërron frikën e Perëndis. Pra, personat nuk luten sepse nuk i friksohen Perëndis. Frika ndaj Perëndis, siç e dim, pra, është respekt ndaj fjalës së tij fuqishme, pra që ne duhet ta respektojmë. Dhe kur ne respektojmë, do thotë që e duam Perëndin, dhe kjo është një mënyrë frike që flet Bibla, jo frikë të merri, që të na fusi frikën, po respekt, pra nuk pra frika ndaj Perëndis, pra respekti ndaj Perëndis. Pra është shumë e rëndësishëm, sepse pak të lloj respekti, pak të lloj frike ndaj Perëndis, ne nuk mund të lutemi, dhe në qoftë se nuk lutemi, këtu flet që sjell shkatërrim. Pra, të shenjtit që nuk luten janë ato që nuk kanë më frikë nga Perëndia. Janë largu kësaj frike të Perëndis, sepse në qoftë se ato i friksohen me kuptimin e respektojnë të fjalë, ata kërkojnë në lutje. Dhe ngulmojnë në lutje, siç po bëjmë dhe ne fakt, pra që rëndësishme është pra që të ngulmojmë në lutje, ja pse pra një nga motivet pse shumë persona ose disa persona nuk luten, sepse nuk i friksohen më Perëndis.
nuk kanë prag të frikë. Kjo është e para. E dyta, me që jemi po këtu ke Jobi, shkojmë ke 27. 27 vargu 10, Jobi thot, ke libri Jobit lexojmë, a do t'i vërë kënaqësitë e tij vallë tek i plot fuqishmi dhe do të kërkojë ndihmën e Perëndisë në çdo kohë? Pra këtu jemi ke Jobi 27 vargu 10. Mbi fjalë tjera, në momentin që ne ndalojmë kënaqësitë në Perëndin, ne nuk e thrasim më në lutje. Pra, e para frika e Perëndis është motivi pse nuk lutem. Por mungesa e frikës, pra, siç thash, është motivi pse nuk lutem. Kur kënaqësitë janë në Perëndin, ne lutemi. Po kur kënaqësitë nuk janë në Perëndin, ne nuk lutemi. Ja pse ne duhet të lutemi i një lloj. Jo vetëm kur gjërat shkojnë mirë, por edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë. Prandaj, ose jo vetëm kur ti ke nevojë, po të lutemi kudo, e gjithmonë. Ky është motivi i dytë. Treta, shkojmë ke Psalmi 14 vargu 4. Psalmi 14 vargu 4 thot: nuk kanë fare arsye të gjithë ata që kryen paullsi, që han popullin tim si të hanin bukë dhe nuk kërkojnë ndihmën e Zotit. Motivi tretë pse personat nuk lutën është sepse nuk kanë njohurinë ose arsyen e Perëndisë. Kaq. Është një nga motivet që i ndalon personat që luten. Pra, sepse nuk kanë frikën e Perëndisë. Që kur kënaqësitë e Zotit nuk janë, ata nuk luten. Këtu e treta, ke Psalmi 14 vargu 4 thot, sepse nuk kanë arsyen ose njohurinë e Perëndisë. Edhe për këtë arsye nuk luten. Okej? 4. Isaia 43, vargu 22. Isaia 43, vargu 22, Bibla thot, 43:2 thot, po ti nuk më ke kërkuar, o Jakob, përkundazi i e lodhur me mua, o Izrael. Përkundrazi e kundërta, thot, i e lodhur me mua, o Izrael. Këtu tani do të thellohemi çik, jemi ke Isaia 43 vargu 22. Pra motivi 4, pse nuk lutën është kur ne lodhemi në Perëndin. Kur ne lodhemi dhe nuk lutemi më. Nuk i këndoj, nuk e alluroj më. Pra lodhemi, çfarë lodhemi? Lodhemi për shembull duke lexuar Biblën. Dhe nuk e lexoj më. Dhe kjo është një fakt sot, sepse shikojmë që sot shumë veta nuk lexojnë më Biblën. Sepse kanë shumë besimtar që e bëjnë që nuk lexojnë më Biblën. Ja pse pra shumë persona janë të lidhur sepse nuk e kërkojnë Perëndin lutje. Dhe djalli i ka lidhur këto persona. Dhe nuk duhet të fajsojmë Perëndin, por faji është veçse i joni. Në fakt që thot ke Psalmi 50 vargu 15. Psalmi 50 vargu 15 thot, kërko më ditën e fatkeqësisë, unë do të çliroj dhe ti do të më lëvdosh. Pra, këtu Bibla është e qartë që duhet të lutemi në momente të vështira, jo vetëm në momente të mira. Të lutemi në momente të vështira të jetës tonë, dhe Zoti këtu na premton çlirim. Por nuk e thërritëm Perëndin në lutje, si mund të presësh që Perëndia mund të bëj ty diçka. Pra, nuk kemi sepse nuk kërkojmë, thot Bibla. Kjo është arsye
pse nuk kemi. Pra, mos lutja është një sëmundje që duhet shëruar sa më shpejt. Mos lutja është një sëmundje, duhet ta shërojmë, duhet ta kurojmë të gjë. Ashtu si bëjmë të pamundurën kur ne shikojmë diçka që nuk shkon ke trupi jonë, me vrap ne, ke doktori, me vrap me ilaçet. Pra, ashtu si bëjmë pamundurën për të kuruar, pra, trupin ton fizik, dhe mirë ja bëjmë, se s'ka si gjë të keqe, po ashtu na duhet të bëjmë edhe të kurojmë edhe këtë lloj sëmundje, që është moslutja. Pra, madje kjo është më rëndësishme sa sëmundja fizike, që ta marrim vesh mirë, sepse po të lutemi, ne shërohemi edhe nga sëmundja fizike. Por moslutja sjell një shkatrim total, si nga ana frymore, por edhe nga ana fizike. E kjo pra, shikojmë që moslutja që ka më e madhe se një infeksion në trup. Pra, është vërtet që na duhet të bëjmë shumë gjëra në këtë botë për të jetuar, absolutisht, por na duhet edhe të lutemi që kështu pra të jetojmë edhe më shumë. Kështu që këto gjëra nuk e bën Perëndia për ne, kemi kujdes. Lutjen që ne të marrim angazhimin që të shkojmë të lutemi, këtë nuk e bën Perëndia për ne, por na duhet neve që të lutemi. Dhe kur ne bëjmë, atëherë Perëndia vjen për të na ndihmuar në lutje. Pra, Zoti nuk na ndihmon që të përulemi për lutje. Por, kur e bëjmë ne, marrim angazhimin ne dhe përkulemi ne, atëherë Zoti vjen dhe e bën me anë të nesh. Pra, nuk na ndihmon që të lutemi, por na ndihmon gjatë lutjes, me pak fjalë. Okay? Pra, ne duhet bëjmë gjithmonë anën tonë patjetër, sepse kjo është përgjegjësia jonë. Ne kemi një zgjidhje të lirë. Dhe duhet që ne ta bëjmë të zgjidhje për të lutur. Ose siç e kanë bërë disa që nuk luten. Pra, duhet të bëjmë zgjidhjen për të lutur. Jemi ne që duhet të lutemi. Dhe ja pse Pali thot që unë e vendos trupin tim. Jo Perëndia. Pra, jemi ne që vendosim trupin tonë për lutje. Jemi ne që bëjmë zgjidhjen e jo Zoti. Sepse në qoftë se Zoti do të lëviz edhe zgjidhjen tonë, pra nëse Zoti do të jetë ai që të bëj edhe zgjidhjen tonë, atëherë ai nuk është Perëndi, sepse ne kemi zgjidhje të lirë, këtë duhet ta dimë. Po ta bëj ai edhe zgjidhjen, atëherë nuk është Perëndi, sepse ai komandon ka gjë çdo gjë. Ai bën ka gjithë gjërat vet. Kështu që kuptojmë që nuk është Perëndi dhe nuk është i drejtë, sepse derisa unë po bëj gjë, ai tjetri se bën, është Perëndia ai që shtyn zgjidhjen e një personi, por nuk është Perëndia që e zgjedh. Nuk është Perëndia që shtyn atë zgjidhje, nuk është Perëndia. Zgjidhjen e bëjmë ne. Okej? Pra, është kjo. Dhe sepse përndryshe, ai nuk është Perëndi, qofse ai lëviz zgjidhjen tonë. Po jemi ne që kemi zgjidhje të lirë. Në qofse ne shkojmë një ditë në ferr, nuk është faji Perëndis, por ishte zgjidhja jonë. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe për parajsën. Kjo sepse Perëndia na ka bërë të lirë të zgjedhim midis ferrit dhe parajsës, midis qiellit dhe tokës, midis jetës dhe vdekjes, midis gjërave frymore dhe asaj të mishit. Pra tani është ora që të bëjmë ne zgjidhje se kujt doni të shërbeni e se ku doni ta kaloni përjetësinë, në qiell apo në tokë. Pra në qoftë se ne nuk kishim këtë zgjidhje, atëherë ne do të ishim si robota të telekomanduar, por nuk jemi robota, nuk jemi të telekomanduar, jemi të lirë dhe jemi ne që bëjmë zgjidhje. Pra janë shumë të persona që janë të lodhur prej Perëndis, sepse kanë lutur, sepse ose mu themi janë lut për të marrë diçka, janë lut, po s'kan parë atë rezultatin, janë lodh, thot nuk lutem më. Gabim, janë lodh të lodh Biblën, nuk e lexojnë më. Gabim, janë lodh të shkojnë kish, nuk shkojnë më. Gabim, pra janë shumë gjëra pra që si mu themi, këto lloj personas që janë lodhur, këto nuk luten më. Po, nuk duhet të jemi të lodhur, sepse nuk ekziston lodhja nga ana frymore, okay? Edhe pse lutesh e nuk shikon rezultat, nuk mund të ndalosh lutjen një lloj, sepse do të thotë që ti lutja jote është egoiste, për lutesh për atë gjë, jo sepse kërkon Zoti, jo sepse e don Zotin. Prandaj kjo ishte e katra pikë pse disa persona
nuk lutën sepse janë lodhur tu lexuar Biblën, janë lodhur duke shkuar kish, janë lodhur duke lutur s'ka marrë dhe përgjigjen akoma, e shumë gjëra tjera edhe nuk lutën më. E pesta, Jeremia 10. Jeremia 10, lexojmë vargjet 20-21, marrë 2 vargje. Jeremia 10, 20-21 thot: Çadra ime është shkatruar dhe të gjithë litarët e mi janë këputur. Bitë e mi kanë shkuar larg meje dhe nuk janë më. Nuk ka më asnjë që të vendos çadrën time apo të ngrer shatorret e mia. Sepse barit kanë qenë pa mend dhe nuk kanë kërkuar Zotin, prandaj nuk kanë pasur mbarësi dhe tërë kopeja tyre është përndar. Po të pi pak ujë, sekond. Pra, ishim ke Jeremia 10, vargjet 20-21. Kjo është një deklarat e fortë që Perëndia bën këtu këto vargje, sepse fjala pa mend i referohet një bariu që shkapardrell, që shkatërron, që vjell, që lejnë shkojnë kot e tjera. Një bariu, një pastori. Pra gjithë to bari o pastora që bëjnë këto, janë ata që nuk kërkojnë Perëndin lutje. Dhe për këtë ata nuk begatojnë, thot, dhe tufa e deleve, pra besimtarët shpërndahen. Në qoftë se ne nuk lutemi, shkatërrojmë. Dhe ata që mendojnë që e kemi, edhe atë humbasin, sepse ato mendojnë të kenë persona në kish, por kur ndalojnë së luturi, ata nuk janë më. Sa fuqi ka lutja edhe në këtë rast, jep se shumë kisha sot në përbot, po boshatisen, sepse pastorët nuk janë të aftë për atë gjë dhe si përfundim nuk lutën më. Thot mjaftani, jap se Jezusi pra u luste shumë. Për natë, gjithë natën, për çfarë? Për të sjellë shumicën e Perëndia. Edhe ai, kur ai e bënte, po ne. Por mungesa i lutjes i bën që të largohen njerëzit. Pra, ne bëhemi të pamend kur ne sulmojmë njëri tjetrin. Pra, kur sulmojmë kishën, kur sulmojmë pastorit, por pa motive. Në këtu ne konsiderohemi të pamend. Problemet mëja. Prandaj, kjo është një pikë tjetër, pra, që nuk lutën, sepse, si thash, pra, shikojmë që fillojnë e shkapërdrellin, shkatërrojnë, vjellin, shohin që për kisha po boshatisët edhe nuk lujnë më. Kjo është një deklarat e fortë e Perëndis. Pika 6, Sofonia 1, vargu 6. Sofonia 1, vargu 6, Bibla thot: Ata që largohen nga Zoti dhe ata që nuk e kërkojnë Zotin dhe nuk e konsultojnë. Këtu kemi goxha, sepse atëherë, tu po thot që ata që nuk kërkojnë më Perëndin, janë ata që janë larguar nga Perëndia, normale. Me fjalë tjera, po u ktheve tek jeta jote e vjetër dhe tek shoqëria jote e vjetër, ti ndalon së luturi. Po u ktheve ke jeta jote vjetër dhe ke shoqëria jote ku ishe dikur, pra ajo e vjetra, ti ndalon së luturi, sepse lutja nuk ekziston në ambientet e gabuara. Lutja ekziston ke tufa e zgjedhur e Perëndis, aty ku është vetë Perëndia. Ke Jobi, do të lexojmë sa vargje ke Jobi, 21. Kthehemi ke Jobi jonë. Jobi 21, lexojmë nga 14, shkojmë deri ke me që jemi ke Jobi 21, shkojmë deri ke 21. Nga 14 ke 21. Thot: Megjithatë i thon Perëndis, largohu nga ne, sepse nuk dëshirojmë as pak të njohim rrugët e tua.
Kush është i plot fuqishmi të cilët duhet i shërbejmë, që përfitojmë veç kësaj kur u lustim? Ja, begatia tyre, a nuk është vallë në duart e tyre? Këshillat pa bezve është mjaft larg meje. Sa herë shuhet llamba e këqive ose shkatrimi bie mbi ta, vujtet që Perëndia cakton në zemrimin e tij. Ja, a janë ata si kasht përpara erës ose si byku që merr me vete stuhit? Ju thoni se Perëndia ruan dënimin e paullësisë së dikujt për bijtë e tij. Të shpaguaj Perëndia që ai të mund të kuptoj, të shoh me sytë e tij shkatrimin e vet dhe të pi nga zemrimi plot fuqishmit. Çfarë i hyn në punë në fakt shtëpia e tij mbas vdekjes, kur numri i muajve të tij është mbushur. Pra, rezultatet kur ne nuk lutemi, këtu lexojmë që janë shkatërruese, edhe për këtë po e demonstroj pra këtu që mos t'i bëjmë edhe ne këto gjëra, por të kthehemi, të gjyqëzohemi, të bashkohemi në lutje para Perëndisë. Okej, nuk mund të ekzistojmë vetëm tek i mbi natyrshmi, por edhe mbi fjalën e Perëndisë gjallë. Sepse në Bibël lexojmë, kështu thot Zoti. Okej, dhe fjalën ne duhet ta marrim, ta pranojmë e ta jetojmë tani. Pra, të shikojmë tani rezultatet kur nuk lutemi. Tek vargu 15 tuk e Jobi, shumë persona nuk besojnë në fuqinë e lutjes. Dhe për këtë ata largohen nga Perëndia dhe nuk njohin njerinë e Perëndisë, pra siç e pam, dhe të ullës së tij. Dhe për këtë arsye nuk lutem. Si rezultat i parë, tuk e vargu 16, për shkak të mos lutjes, ndodh që begatia largohet nga duart e tyre. Gjithë mirëqenia, gjithë begati largohet. Dhe dyta, Perëndia nuk i këshillon më ata të pabes që nuk luten. Nuk ka si t'i këshillojnë, sepse vetëm lutja na komunikon, na lidh me qiellin. Pra në momentin që ndalojmë së luturi, Zoti ndalon të na udhëheq dhe na lën me idetë tona. Na lën me zgjidhjet tona, që s'janë më fare të influencuar nga Perëndia, janë komplet ide të mishit. Por siç e dim, nëse ne braktisemi, nëse ne arrijm deri në pikë, ne bëhemi të verbër, sepse është ai drita jo, është ai që na ndriçon. Por nëse ai nuk është më, pra Zoti ndalon na udhëheq dhe kështu na lën në ide tona. Po siç e dim, një i verbër nuk mund ta udhëheq, ose nuk mund të udhëhiqet nga një i verbër tjetër. Pra ne kemi nevojë për Perëndin që të na udhëheqë, sepse ai është drita, ai ndriçon hapat tona. E këtu ke vargu 17, pra ke Jobi, shikojmë një tjetër shkatrim mbi ata që nuk lutën, sepse llamba shuhet dhe ata nuk dinë se ku të shkojnë. Normale. Pra të shenjtit, besimtarët që nuk lutën, shkatërrojnë çdo gjë që shikojnë ose prekin. Puna tyre, shtëpia tyre, martesa tyre, shkatërrohet dhe problemet janë kudo për ato që nuk luten. Okej, puna, shtëpia, martesa, problemet me fëmijët, deri ke fëmijët madje shkatërrohen për ato që nuk luten. Pra, kur nuk kemi paqe të brendshme, është sepse ne nuk kemi njohur Jezusin dhe nuk lutemi. Dhe kështu pra mundimi, problemet vinë mbi ne. Por kur ne jemi një njeri lutje, pra zemra jonë bëhet një zemër lutse, ne e sistemojmë dhe rregullojmë çdo gjë. Po të shikojmë për shembull historinë e Izraelit, vren re që sa herë ata u largonin nga Perëndia e nuk u lutnin më, okej, mbi ata vinte shkatrimi. Por sa herë ata u ktheheshin me gjithë zemër te Perëndia dhe u lutnin, okej, atëherë gjëra ndryshonin në favor të tyre. Ktu ke Jobi ke vargu 18, lexojmë, jemi ke Jobi 21 pra, vargu 18, lexojmë që ata persona që nuk lutën janë si kashta dhe si byku para erës. Me fjalë tjera, nuk kanë qëndrueshmëri në jetën e tyre, janë pa bazament. Personat pra,
Pra, por shkojnë sa ndek tepra dhe hasin probleme. Sepse e normale. Pra, tek vargu 19, tuke Jobi 21, shikojmë diçka që shpresoj mos t'i ndodh asnjëriu, sepse për ata që nuk lutën, ndëshkimi vjen edhe mbi bijtë e tyre. Kjo s'u desh, e di. Ashtu siç vjen bekimi mbi ne, e mbi bijtë ose bija tanë, po ashtu vjen mallkimi nëse ne nuk lutemi dhe na kapin mallkimet. Pra, nëse ne nuk lutemi dhe ky mund shkoj dhe ke fëmijët tanë. Atëherë, nëse doni bijtë tuaj, nëse i doni me të vërtet fëmijët e juaj, erdhi ora që të përkulesh në gjunjë lutje. Okej, edhe të shikosh pra bekimet mbi fëmijët tuaj, mbi të dashurit tuaj. Është e rëndësishme, ne po e shikojmë vetë sa rëndësishme është lutja edhe për të dashurit tanë. Pra na erdhi ora që të përkulesh gjunjët lutje. Sepse duke bërë shumë, ti po përgatit të ardhmen e fëmijëve të tyre në bekim. Po përgatit një bekim për fëmijët tuaj. Por e kundërta, nëse ti nuk lutesh, ndodh që ardhmja e tyre është të shkatërrim, në të lashe. Kur ne lutemi, ne mbjellim atë farë, mund ta konsiderojmë edhe këtë farë, për ata që akoma madje nuk kanë lindur. Për ato që akoma nuk kanë lindur, ndoshta edhe ato që lindin pastaj, hasin vështirësi, lutja jote që ti ke bërë, edhe kur fëmia jote akoma nuk ka pas lindur, ndikon tek fëmia. Vajosja është gjë mrekullueshme se si deporton. Ky është Zoti, sa besnik bëhet, që edhe nëse nuk ka dikush që të lutet për atë aty për aty, edhe nëse ti ndoshta nuk ekziston më, ke ikë me Zotin dhe je lut që fëmijët tuaj të bekohen edhe me fëmijët e tyre, pra, dije se ajo lutje do ndikoj edhe ke fëmia, edhe pse ti nuk e ke parë që të lindi. Por kur lind edhe has probleme, jam i sigurt që Perëndia do ndërhyr. Sepse ne mbjellim farën për ato që akoma nuk kanë lind. Imagjino tani sa fuqi ka lutja, keni kujdes, dhe kur jemi, edhe kur ne hikim, edhe nëse njerëz të perëndishëm, njerëz që kanë qenë njerëz lutse, janë lut, ndoshta nuk i kanë parë aty për aty përgjigjet e lutjes dhe kanë hiq qell, edhe pse ata kanë dalë nga rruga ndoshta e Zotit, kur këto u lutçin dhe nuk i pan fëmijët që tu ktheshin. Okej, edhe pse ndoshta je lut për fëmijët, nuk i ke parë, ti ke vdek, ke hik me Zotin, pra mu themi, okej, ne jemi të qetë, sepse ato lutje nuk ka shkuar bosh, dhe të sigurt që shumë shpejt, fal atyre lutjeve që bëm, kur ne ishim tokë, që ishim akoma në jetë, Perëndia do të bëj të konvertohen edhe bijtë e bijtë tu. Edhe pse ndoshta shikon situata jo të mira, të ashpra, të egra, shikon sikur nuk ka më dritë fund tunelit, e qetë, lutja jote nuk ka shku bosh. Qofse ti si ke parë tani, ti ke hik me Zotin, do ta shikosh, e do ta shikosh në qiell. Sepse Zoti jonë nuk limitohet. Ne limitohemi me trupat tanë, tu. Lutjet tona nuk limitohen kurrë. Madje do derdhë, thot Zoti, ku jemi atje të gjithë, do shikojmë se sa efekt kanë bërë lutjet tona këtu në tokë. Edhe lumë janë ata që lutën pa pushim, edhe për fëmijët e tyre. Pra, asnjë njeri nuk i do këto rezultate negative, si për veten, si për familjen, si për martesën, si për fëmijët, si për nipët e mbesa. Por dhe tek vargu 20-21, pra këtu ke Jobi 21, shikojmë që ata persona që nuk luten, nuk mendojnë më për të ardhmen ose pas vdekjes. Kjo është e tmerrshme. Por ata që lutën, lejnë shumë gjëra. Aq sa Perëndia i shpëton, madje siç thash, edhe bijtë e tij, edhe nëse nuk janë shpëtuar në momentin që i ka qenë jetë. Pra, qielli ose lëvizja e qiellit, pra, limitohen në tokë vetëm nga mos lutja jonë. Vetëm nëse ne nuk lutemi, ne bllokojmë qiellin, limitojmë qiellin. Po nëse ne lutemi, edhe pse si kemi parë rezultatet tani për tani, dije se ajo lutje nuk ka shku bosh. Kur ti t'jesh në qiell, Zoti do punoj këtu me fëmijët tuaj, me nipat tuaj, me mbesat tuaj. Aq fuqi ka lutja. Kjo është premtimi që ka bërë
Zoti i Biblës, e aleluja, lavdi Zotit. Prandaj është ora që të lutemi, sepse qielli dhe lëvizja e qiellit pra limiton tokë vetëm nga mos lutja. Atëherë e limitojmë. Po qielli nuk ka fund. Pra, me pak fjalë, atë që ne do lidhim dhe atë që ne do zgjidhim tani këtu, pra vullneti i Perëndisë qeveriset nga lutjet tona e nga ajo që ne bëjmë këtu në tokë. Vullneti i Perëndisë qeveriset ose lëviz nga lutjet tona dhe nga ata që ne bëjmë këtu në tokë dhe nuk limitohet. Limitohet kur ne nuk lutemi, po qofse ne lutemi e ti nuk e ke parë, rriqet se nuk limitohet kur qielli, sepse do ta bëj edhe kur ti ke hik me Zotin. Do ta bëj. Ezekieli 36, janë ja 2 vargje dhe po e mbyll sot. Ezekieli 36, vargu 37, që thot? Lexojmë pak bashkë. Ezekieli 36, vargu 37, Biblia thot: kështu thot Zoti, Zoti, do t'jem sërish i lutur nga shtëpia e Izraelit, ta krye këtë për ta. Unë do t'i shumoj njerëzit e tyre si një koper. Ky është premtimi. Ktu shikoj që Perëndia kërkon të bëj diçka për popullin e Izraelit, por nuk mund ta bëj derisa të gjejë dikë që të lutet. Nuk e di që 36 37 do të kem bë gabim të vargun. Është aty ku thot që kërkova dikë, thot, që të ngrej një mur, por nuk e gjeta. Nëjse, okej. Nuk e di pse pas kam bë gabim te, po nëjse. Është aty ku thuhet pra ke Ezekieli, është ke Ezekieli 36, po për ta bitë se s'po e gjej. Nëjse. Aty ku thot që kërkova një njeri, thot, për të ndërtuar një mur, por nuk e gjeta. Një njeri. Kërkova një njeri, thot, për të kërkuar, për të ndërtuar një mur, por nuk e gjeta. Ku të dali Perëndia me këtë? Pra, nuk mund të bëj Perëndia asgjë, derisa të gjej dikë një. Mjafton një në lutje. Pra që nuk kërkova një njeri, thot, kërkova një njeri që të ngrej një mur, që do thot në këtë rast? Kërkova një njeri pra që të ngrej një mur, do thot, kërkova një njeri që të bëj edhe që tjetë një zemër lutse, që të lutet. Sepse kur ne lutemi, forbojmë një mur për djallin, edhe armiku nuk na vjen dot, sepse kemi formu. Dhe këtu Zoti thot, nuk e gjeta. Një njeri. Por po të kërkojmë, Perëndia do ta kryej për ne atë që ne lutemi ose përgjëromi. Edhe sot janë shumë gjëra që Perëndia don t'i bëjë për ne, por ai nuk i praktikon derisa ne nuk i kërkojmë në lutje, derisa ne ta formojmë të lutje. Pra, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do t'gjeni, trokisni e do t'ju hapet. Ke Psalmi 56, ta mbyll me këtë, vargu 9. 56 vargu 9 thot, Psalmi 56 vargu 9, ditën që do të dhe thras ty, armitë e mi do të kthejnë krahat. Këtë e di, sepse Perëndia është për mua. Amen. Pra, ata persona që duan që djalli të iki nga ata, e gjitha ajo që duhet bëjnë, është që të luten. Që të luten. Kjo pra është gjithçka që Perëndia don pra nga ne.
lutja. Po të abit ai vargu ty që nuk e gjeta, se jam me tablet ndoshta dhe nga herë me ikin kështu, nuk i se ndryshon puna kur e kam Biblën, edhe e kam e gjeku lajt. Po nejse, ashtu ty ku thot që kërkova një njeri që të gjej mur, thot, po nuk e gjeta. Kështu që prandaj ishte kjo puna e lutjes apo mos lutjes. Është shumë e rëndësishme pra të dim, sepse ato persona që duan që djalli të ikë nga ata, ka vetëm një gjë që duhet bëjnë. E të lutën. Të mos lutja, për fat keq, sjell gjithçka që ne pam pra ky mesazh. Okej, unë kisha përgatitur në fakt, sepse motivi pse disa persona nuk lutën, edhe pam edhe pasojat pra e mos lutjes si përfundim, edhe ishin goxhalle pasojat. Prandaj tham gjithmonë që as i lutja nuk shkon poshtë. Edhe një krishter që nuk lutet, nuk merr si gjë nga Perëndia. Madje shuhet edhe vajosja, frymën e shenjtë, sepse ne duhet ta mbajmë ndezur frymën e shenjtë. Dhe kjo na urdhërohet te Bibla, që thot Pali vet, e mbani ndezur, thot ke Efesianët, thot frymën e shenjtë. Ky vaj që të rri ndezur mbi ne. Dhe kjo demonstron që ne jemi bijtë e Perëndis, pra nga vajosja, sepse gjithçka atëherë që ne bëjmë, e bëjmë nga vetja jonë, mish, por Zoti nuk i pëlqen ajo që është mish për Zotin, nuk i hyn punë. Kështu që prandaj Zoti don që gjithçka ta bëjmë nën vajosjen e frymës së shenjtë. Dhe kjo vajosja ka nevojë për lutje që të rrinë ndezur mbi ne. Dhe kur kjo rrin, do të thotë që ti je një njeri i lutjes. Nëse ti nuk lutesh, nuk ke vajosje. Nuk pate vajosje, je humbur. Prandaj ajo demonstron. Prandaj gjithë këto pika ishin të rëndësishme pra që të dim që nëse këto pika ekzistojnë ke ne, okay, atëherë është ora tani që të kthehesh e të lutesh që këto pika të largohen, mos të ekzistojnë në jetën tonë. Amen. Okej, shifmi javës tjetër, shikojmë radhës tjetër, flasim diçka që ka të bëjë pak ku të dim me çlirimin, që të çlirohemi me falja, diçka kështu që shumë herë na ndikon jetën e të krishterëve këto gjëra, po të shikojmë. Unë ju falenderoj si gjithmonë, Zoti t'ju bekoj edhe për sot, për çdo koment, për çdo lutje, për gjithçka. Faleminderit, Zoti t'ju bekoj, shifmë javës tjetër, mirupafshim, bekimet gjithë.